Mirë se vini në edicionin informativ këtu në ekranin e Blu Televizion. Bashkë do të ndajmë zhvillimet e kësaj dite duke nisur me aktualitetin ku kontrolli i lartë i shtetit ka publikuar raportin përfundimtar të auditimit për shoqërinë trajtimi i studentëve Vlorë, ku evidentohen një sër problematikash të theksuara në menaxhimin financiar, administrimin e pasurive dhe funksionimin e përgjithshëm të institucionit, ndërsa rekomandon masa urgjente për përmirësim. Kontrolli i lartë i shtetit ka publikuar raportin përfundimtar të auditimit në shoqërinë trajtimi i studentëve Vlorë, ku evidentohen një sër problematikash të theksuara në menaxhimin financiar, administrimin e pasurive dhe funksionimin e përgjithshëm të institucionit. Sipas raportit, një nga shqetësimet kryesore lidhen me menaxhimin jo efikas të fondeve publike, ku konstatohet mungesë kontrolli në përdorimin e tyre, si dhe raste të shpenzimeve që nuk justifikohen plotësisht me dokumentacionin përkatës. Auditimi thekson se fondet nuk janë orientuar gjithmonë drejt përmirësimit të drejt të kushteve për studentët, duke ngritur pikpyetje mbi prioritetet dhe mënyrën e administrimit. Një tjetër problem i rëndësishëm lidhet me mungesën e transparencës në procedurat e prokurimit publik. Kontrolli i lartë i shtetit evidenton se në disa raste procedurat nuk janë zhvilluar në përputhje të plotë me legjislacionin në fuqi, duke u shoqëruar me dokumentacion të paplot, konkurrencë të kufizuar dhe mungesë të gjurmëshmërisë së vendimarrjes. Kjo situatë rrit riskun për abuzime dhe ulë besueshmëri në përdorimin e fondeve publike. Raporti nënvizon gjithashtu mos respektimin e akteve ligjore dhe rregullatore, ku institucioni nuk ka zbatuar në mënyrë të plotë detyrimet që rrjedhin nga kuadri ligjor për administrimin financiar dhe organizimin institucional. Në disa raste vendimarrja është kryer pa u mbështetur në procedura të qarta dhe të dokumentuara. Problematike paraqitet administrimi i pasurive, ku janë konstatuar mangësi në inventarizim, regjistrim dhe mirëmbajtje të aseteve. Sipas auditimit, mungesa e një sistemi të saktë dhe të përditësuar për menaxhimin e pasurive rrezikon dëmtimin apo humbjen e tyre, si dhe pamundson kontrollin efektiv nga strukturat përgjegjëse. Një tjetër element kritik është dobësia e sistemit të kontrollit të brendshëm, i cili rezulton jo funksional në disa drejtime. Kjo ka sjellë mungesë monitorimi dhe parandalimit të shkeljeve, duke lejuar krijimin e praktikave jo të rregullta në administrimin e institucionit. Në raport evidentohet gjithashtu se shërbimet ndaj studentëve nuk janë në nivelin e kërkuar, duke reflektuar mangësi organizative dhe menaxheriale që ndikojnë drejt për drejt në cilësinë e jetës në konvikte. Në përfundim të auditimit, kontrolli i lartë i shtetit ka dhënë një sër rekomandimesh konkrete, duke kërkuar forcimin e kontrollit financiar, vendosjen e mekanizmave më të fortë monitorimi dhe përdorimin më eficient të fondeve publike. Po ashtu kërkohet zbatim rigoroz i ligjit për prokurime publike me qëllim garantimin e transparencës, konkurrencës dhe dokumentimit të plotë të çdo procedure. Një rëndësi e veçantë kushtohet edhe përmirësimit të administrimit të pasurive përmes inventarizimit të rregullt dhe regjistrimit të saktë të aseteve. KLSH-ja rekomandon gjithashtu forcimin e strukturave të kontrollit të brendshëm duke i bërë ato funksionale dhe të afta për të parandaluar dhe evidentuar shkelje në kohë. Në të njëjtën linjë kërkohet rritja e cilësisë së shërbimeve për studentët, duke marrë masa konkrete për përmirësimin e kushteve në konvikte. Në mënyrë të veçantë raporti thekson nevojën për përcaktimin e përgjegjësive individuale dhe marrjen e masave administrative apo disiplinoreve ndaj personave që kanë shkelur detyrimet ligjore. Ky auditim nxjerr në pa nevojën urgjente për ndërhyrje në menaxhimin dhe funksionimin e shoqërisë, trajtimi i studentëve Vlorë duke kthyer vëmendjen tek përgjegjëshmëria institucionale dhe përdorimi korrekt i fondeve publike në shërbim të studentëve. Rritja e çmimit të naftës duke se po ndikon edhe në shërbimin interurban në Vlorë, për operatorët e këtij shërbimi çmimi i naftës në vlerën 218 lek për litër ka pasojë që mund të çojë drejt falimentimit. Sipas tyre, edhe pse deri më tani çmimi i biletës nuk ka ndryshuar, nuk do të thotë se do të jetë i tillë. Rritja e çmimit të naftës po ndikon ndjeshëm në shërbimin interurban në Vlorë duke e çuar atë drejt falimentimit. Aktualisht çmimi i naftës ka arritur në 218 lek për litër, ndërsa drejtuesit e këtij shërbimi pranojnë se për momentin çmimi i biletës nuk ka ndryshuar. Një pjesë e operatorëve mendojnë se çmimi i biletës duhet të rritet për të përballuar kostot në rritje, ndërsa të tjerë shprehen se nuk ka ndryshim, pasi një rritje e tillë mund të sjellë humbjen e pasagjerëve të paktë. Megjithatë, pavarësisht qëndrimeve të ndryshme, të gjithë bien dakord se situata është vërtet e vështirë e rrezikon seriozisht vazhdimsinë e këtij shërbimi. Një tjetër problematik lidhet edhe me vendosjen e pikave të nisjes në hyrje të qytetit prej rreth 2 javësh. Sipas drejtuesve, mungesa e lidhjes së transportit urban me këto pika ka sjellë ulje të numrit të pasagjerëve, duke e përkeqësuar edhe më tej situatën. Dhe tani ne si kemi rritur, do ndryshojmë fakt.
Do ta ndryshojmë, që ku çov Vlorë, Sa kushton bileta sot aktualisht? 7.000 lekë. Nuk del? Nuk del sapi. Janë deri tani se kemi rritur, me 4.000 po pran. Nuk kemi rritur. Ç'a të bëjmë? Nafta 2200 nafta. Po e majmë sot. Çfarë do bëni mbi? Nuk e di ç'a do bëjmë. Do mirëm si shoqëri, do më tonë shumë. Po i që fare në naftën për qefe kemi abur, nuk e se kuptoni s'kemi që abim, lekët edhe shpenzojmë naftë për gusta. Sot është rritë çmimi i biletës apo do të arrisni vijë? Ç'a do bëni? Ku të arritë më kërë, njerëzit janë kërë këput të halëgjën, fukarën, shikojnë 200 lekë, që një më të shmimi si nga do qefin. Se qa është bileta, si punë e naftës, sot kajtë nësë rajtë, pas nësë rajtë. Bileta e standarte. Po në kushtet e tilla? Në kushtet e tilla, mu jemi drejtë falamentimit. Nuk do të arrisni çmimin e biletës? Po nuk e arritëm do të vëlla. Nuk është sa të qytetarit ai që ta paguaj sa të bën atje, po sa të na duhet neve. Vetëm shteti merr çfarë do, ne s'marrim dot çfarë duan. Neve kemi bilete, kemi taksative, kemi standarde. Çfarë linje bëni? Unë bëj Bregdetin. Sa kushton bileta sot? 5.000 lekë, dori më. Se kemi rritur në biletë. Se kemi rritur akoma? Jo, s'rritet më bileta se nga ata që vite ne janë ata që s'kan ku vënë më, ke parasysh. Allergjinë të shkret. Medat të merrin e çmimit të naftës si ndikon te ju? Çdo makinë do harxhon të 6 litra që ka 80-85.000 lekë më shumë. Do me 25.000 lekë më shumë. Do gajtet 45 litra me 500 lekë sa i bie dhe ta thot vet ajo. Ta jep vetë rezultatin e fundit. Pa përballueshme për ju. Po normal, ne me 3 veta ikim. Kthehemi me 3, nafta është rritur dhe flasim. Do të thonë kot. Në këtë kushte, është nevojshme rritje e çmimit të biletës, nëse do të vazhdoj me këtë rritje në naftë? Ore tani ata që vinë ne po u rritet biletën e shumë e vështirë që të vinë më. Nëse 7.000 lekë nuk e se është keq. Po të arrijë nafta është rritur në çdo vend të botës, edhe këtu te ne. Nuk e. Vlorë Tiranë. Ngritës shpeshherë është vendosja në këtë vend. Zhvendosja ju ka shkaktuar probleme? Shumë fare, se edhe tani mi që nxoj bashkia, nxoj këtu te Kastrati në fund fare, por nuk ta vjen as Urbani më. Ka 10 ditë, 15 ditë që Urbani nuk vjen më. Pse? Nuk e dim. Nuk e dim. Urbani në fillim fillon të vinë tek tullat e kthehesh te Kastrati. Bënte të rrethin. Tani vetë te tullat e s'vjen më te Kastrati. Çfarë do të thotë që është favorizim për krahun tjetër? Po patjetër. Po derisa nuk vjen Urbani këtu që është këtu vjen gjithë qytetet. I zbresin këtu te Kastrati, me çfarë do shkojë ai tek xhamia ose në skel. Urbani vite te bënte njerëz aty, mirë te rrethi, edhe ikte vazhdonte pa të njëjtën linjë. Kjo ka ndikuar në numrin e ulët? Patjetër. Po të vinte Urbani, do vinte 2-3 më shumë. Nuk vjen Urbani, s'vjen më njëri, se është shumë larg. Në këto kushte, operatorët e transportit interurbane konsiderojnë situatën drejt falimentimit. Me çmimin e biletës së pandryshuar dhe rritjen e vazhdueshme të kostos së naftës, ata e shohin gjithnjë më të vështirë mbijetesën dhe kërkojnë ndërhyrje nga shteti për të mbështetur këtë sektor. Ndalemi tek politika. Skënder Hitajt i është besuar mandati i 5 vjeçar për drejtimin e policisë së shtetit. Vendimi për emërimin e tij në krye të bluve është marrë sot nga qeveria. Lajmi u bë me dije nga vetë ministri, i cili në një postim në rrjetet sociale shkruan se ky vendim është i bazuar në merit, profesionalizëm dhe integritet. Skënder Hitajt është besuar mandati 5 vjeçar për drejtimin e policisë së shtetit. Vendimi për emërimin e tij në krye të bluve është marrë sot nga qeveria shqiptare pasi emri i tij u propozua nga ministri i Brendshëm Besfort Lamallari. Lajmi u bë me dije nga vetë ministri, i cili në një postim në rrjetet sociale shkruan se ky vendim është i bazuar në merit, profesionalizëm dhe integritet. Hita 46 vjeç garoi përballë 13 kandidatëve të tjerë, mes tyre emra të rëndësishëm dhe me karrierë të gjatë në radhët e policisë së shtetit. Emri i tij rezultoi ndër kandidatët më të vlerësuar nga procesi konkurrues dhe ju propozua qeverisë nga ministri. Sot në mbledhjen e Këshillit të Ministrave miratuan vendimin për dhënien e gradës drejtues madhor dhe emërimin e drejtorit të përgjithshëm të policisë së shtetit, zotin Skënder Hita. Ky është një vendim i bazuar në merit, profesionalizëm dhe integritet. Skënder Hita ka rezultuar ndër kandidatët më të vlerësuar nga një proces konkurrues, duke dëshmuar përvojë të spikator, vizion të qartë strategjik dhe angazhim të palëkundur ndaj ligjit dhe qytetarëve. Policia e shtetit ka një rol kyç në garantimin e rendit dhe sigurisë publike, prandaj drejtimi i saj kërkon jo vetëm aftësi profesionale, por dhe ndershmëri, etik dhe përgjegjësi të lartë publike.
Jam i bindur se në drejtimin e tij policia e shtetit do të vijojë të forcojë performancën të risbesimin e qytetarëve dhe të përmbushme për kushtim misionin e saj në shërbim të sigurisë dhe shtetit të së drejtës, shkruan në rrjetet sociale ministri i Brendshëm. Në 5 vitet e fundit, Hita ka qenë drejtues në qarqet më të vështira në vend: Shkodër, Durrës, Dibër dhe së fundmi në qarkun e Fierit. Partia Socialiste e Vlorës mbledh Asamblenë Socialiste. Në këtë takim mori pjesë i deleguari politik për qarkun Bledi Çuçi, si dhe bashkëkryetarët e Partisë Socialiste Dega Vlorë, Klevis Kaso dhe Erjona Ismaili. Të pranishëm në takim dhe kryetaria e Bashkisë Bruna Mersini, deputet të qarkut dhe antar të Asamblesë Socialiste. Përgatitjet për zgjedhjet vendore dhe riorganizimi i strukturave në terren, Partia Socialiste e Vlorës ka zhvilluar një ditë më parë mbledhjen e radhës së Asamblesë Socialiste. Në këtë takim mori pjesë i deleguari politik për qarkun e Vlorës Bledi Çuçi, si dhe bashkëkryetarët e Partisë Socialiste Vlorë Klevis Kaso dhe Erjona Ismaili. Të pranishëm në takim dhe kryetaria e Bashkisë Vlorës Bruna Mersini, deputet e qarkut dhe antar të Asamblesë Socialiste. Mbledhja, e cila zgjati për rreth 2 orë, u fokusua kryesisht në analizën e riorganizimit të strukturave dhe në ndarjen e zonave të përgjegjësisë për deputetët dhe drejtuesit lokal. Sipas diskutimeve, synimi kryesor është rritja e pranisë në terren dhe afrimi mik drejt për drejt me qytetarët për të identifikuar dhe adresuar problematikat konkrete në çdo lagje dhe njësi administrative. Në këtë kuadër është vendosur që deputetët të kenë përgjegjësi të qarta në zona të caktuara, duke përfshirë edhe njësitë administrative, ku do të angazhohen në mënyrë të vazhdueshme me strukturat vendore dhe komunitetin. Ky organizim synon të forcojë komunikimin me bazën dhe të rrisë efikasitetin e ndërhyrjeve në terren. Në fjalën e tij, deleguari politik Bledi Çuçi theksoi nevojën për rinigjerizim të Partisë Socialiste në Vlorë, duke kërkuar angazhim më të madh nga drejtuesit lokal dhe strukturat. Ai nënvizoi se çdo kryetar organizate duhet të ketë si objektiv zgjerimin e partisë, duke ofruar të paktën 4 anëtar të rinj në radhë të saj. Gjithashtu, në mbledhje u diskutua dhe për rëndësinë e koordinimit me strukturave politike dhe pushtetit vendor, si dhe për rritjen e përgjegjshmërisë në raport me qytetarët. U theksua se kontakti drejt për drejt me komunitetin mbetet kyç për të ndërtuar besim dhe për të përballuar sfidat që lidhen me menaxhimin lokal. Kjo mbledhje vjen në një moment kur Partia Socialiste ka nisur lëvizjet për organizimin në terren, duke synuar forcimin e strukturave dhe rritjen e mbështetjes përpara proceseve të ardhshme zgjedhore. Rikthehemi përsëri me aktualitet. Ndodhit në kohë reale në qytetin e Vlorës, ku 10 segmente rrugore janë të amortizuara, duke patur nevojën urgjente për ndërhyrje. Të kthyer në shqetësim për qytetarët, bizneset dhe drejtuesit e mjeteve, rrugët e dëmtuara apel për investime të domosdoshme. Me 10 segmente rrugore të cilët janë lënë të amortizuar prej muajsh, janë kthyer në shqetësim për banorët, por edhe për biznesin. Rrugë gjithë gropa, me kanale të hapura mes për mes, veçanërisht në bloqet e banimit, janë problemi më madhor sot që ka qyteti Vlorës. Sipas banorëve të intervistuar në disa lagje të qytetit, situata është e tillë prej muajsh e nuk është marrë asimas. Krahas amortizimit të rrugës, banorët thonë se është edhe pluri dhe papastërtit. Sipas banorëve, duhen marrë masa sa më parë për rehabilitimin e rrugëve. Po si janë problemi, janë që po veti si janë. Çfarë gomat e makinës kur shkon? Ta kanë 6, po thoj 6 muaj, kja 7 muaj, që i kanë filluar dhe i kanë lënë kështu ja, gropa. Ja, aty poshtë jetoj. Shumë të vështirë kam. Tu është madh se është i kompakti, po ta shikosh poshtë atë është më keq akoma. Më keq gropa. Këta e dinë që firma që punojnë e që bëjnë. Nuk janë ngopur. Jeni si të harruar ju këtu pra? Po si të harruar komplet, se më është vetëm aty te neve deri poshtë në atë. Komplet zonat. Është më keq poshtë aty brenda në lagje. Që kur filloi? Që vjet që filloi rruga kështu. Mirë tash ato rrugët që u bën kështu, bën për të mirën tonë se neve për ujin që të kemi 24 orë, se nuk kemi ujë fare. Duhet të kemi ujë 24 orë dhe munduan ta bëjnë qeveria kush e bëri këtë që për të mirën tonë. Po neve ajo duhet të rregullohet edhe rruga dhe të gjitha do rregullohen. Po sa ka këtu, po si ishte kjo vetëm është por e gjithë kjo lagje është lagje e madhe fare. Në gjithë Vlorën. Po kjo është kot punë se shiko tash. U hap rruga. Kalonin direkt solinat. Edhe të mos hapeshin e stërapeshin rrugët, se tash do hapet prap rrugë. Bam rrugët. Mbledh ato atje dhe i sjell këtu, që të mbush gropat. Kur kalojnë makinat, vetë me plur shpia, se zdorina, se makina janë, ngrën plurin lartë. Edhe për drejtuesit automjeteve, situata sjell shqetësim,
ku rrugët në këtë gjendje kthehen në faktor pse dëmtohen automjetet. Po çfarë do bëjmë? Ku do bëjmë? Çfarë do bëjmë? Po çfarë bëjmë? Ku do të ankrojmë? Ku? Më thuaj. Ditë për ditë. Ditë për ditë e ditë. Ma vri me bosh. Për ata të cilët ecin me bicikleta, rrugët janë një gangren më vete, ku tregojnë se për shkak të gropave të shumta janë rrëzuar për tokë duke pësuar edhe dëmtime fizike. Kjo është nuri perëndis, si themi ne. Po çikoç poshtë. Sa arrin të dyqanet, poshtë dyqaneve është për i bërët jalep. E kemi diskutuar e rithënë, i kemi për letër qeverisë, është gjendje shumë të rëndë. Gjithë jetë kështu ka qenë. Me bicikletë se të ndot. Nuk e të le makina, këta që kanë makina. Nërsa këte i poshtë s'kini vajtori, po vetë që janë anëjta shkëkuq. Do bënit mirë të vinë, se do vinit duart në kokë. Jo e me rëzuar, që unë jam, jo do të përmirësuar, po do të përmirësuar rënjësisht. Është folur shpesh për riasfaltimin e segmenteve rrugore, por deri më tani në Vlorë nuk ka asnjë shenjë nga nisja e këtij projekti. Punimet në Muzeun Hebraiksi dhe vonesat në realizimin e projektit kanë sjellë si pasojë mbylljen e Muzeut Etnografik në Vlorë, i cili prej muajsh kufizon ofertën kulturore të qytetit, ndërsa situata pritet të ndikojë negativisht edhe gjatë sezonit turistik të këtij viti. Punimet e nisura, por dhe vonesat për Muzeun Hebraik në qytetin e Vlorës kanë mbyllur dyert e Muzeut Etnografik, i cili ndodhet shumë pranë tij. Kjo ka bërë të mundur që Muzeu Etnografik të mos vizitohet nga turistët të vendas dhe të huaj, duke përfaqësuar kulturën, traditat, por edhe historinë e qytetit të Vlorës, por edhe të rrethinave të tij. Muzeu Etnografik ka qenë ndër vite një ndër më të vizituarit, por duket se për këtë vit ai do të qëndrojë totalisht i mbyllur. Duket se turistët e huaj, por edhe vendas, nuk do të kenë mundësinë që gjatë sezonit turistik të këtij viti të vizitojnë nga afër Muzeun Etnografik. Punimet që po zhvillohen në Muzeun Hebraik si dhe vonesat në realizimin e projektit kanë sjellë si pasojë mbylljen e Muzeut Etnografik në Vlorë. Prej muajsh, ky muze vijon të qëndrojë i mbyllur duke mos qenë i aksesueshëm për vizitorët të vendas dhe të huaj. Ndërkohë që Muzeu Etnografik ka qenë një nga institucionet që ka regjistruar një numër të konsiderueshëm vizitorësh gjatë periudhave të ndryshme të vitit, ai sot mbetet i mbyllur. Një situatë e tillë pritet të ndikojë negativisht dhe gjatë sezonit turistik të këtij viti, duke kufizuar ofertën kulturore të qytetit. Muzeu Etnografik, i cili pasqyron historinë, kulturën dhe traditat e hershme të zonës së Vlorës, sot nuk është funksional. Kjo u heq mundësinë turistëve që të njihen nga afër me një pjesë shumë të rëndësishme të identitetit dhe trashëgimisë kulturore të qytetit. Për shkak të punimeve që po kryen, muzeu është i paaksesueshëm, edhe pse mund të ishin marrë masa për të gjetur një zgjidhje alternative. Për shembull, hapja e një pavioni të përkohshëm pranë muzeve të tjerë të qytetit do të mund të ishte një opsion i vlefshëm për të mos ndërprerë plotësisht kontaktin e publikut me këto vlera. Megjithatë, aktualisht, një nga muzet më të rëndësishëm të qytetit vazhdon të qëndrojë mbyllur dhe ende nuk ka një afat të qartë se kur do të rihapet dhe do të bëhet sërish i vizitueshëm për publikun. Çmimi i ulët i luleshtrydheve ka ngritur në protestë para ditën e kësaj të hënë pranë aksit Levan Tepelen në 10 fermer. Të ardhur nga të gjitha fshatrat e njësisë administrative Frakull, ata janë bërë bashkë pasi po përballen me përgjysmim të prodhimit për shkak të ngricave, lagështirës dhe përmbytjeve. Çmimi i ulët i luleshtrydhjes ka ngritur në protestë para ditën e kësaj të hënë 10 fermer pranë vendit të quajtur Rotondo Kafarajt në aksin Levan Tepelen. Të ardhur nga të gjitha fshatrat e njësisë administrative Frakull, ata janë bërë bashkë pasi investimi po u shkon dëm. Fermerët pohojnë se për kultivuesit e luleshtrydhjes ky është viti më i keq pasi kur më parë nuk ka ndodhur që në këtë periudhë të vitit çmimi të arrijë deri në 500 lekë për ark, ndërkohë që po përballen edhe me përgjysmimin e prodhimit për shkak të ngricave, lagështirës dhe përmbytjeve. Prodhimi në ka vajtur në kushtet më minimale dhe po shesim me humbje. Në çmim 5000 lekë, 4000 lekë, ne jemi nën kost. Arka, dhe më një bie 800 deri në 1000 lekë kilja. Kur ne kemi 4,5 kost e një arkë luleshtrydhe. Dhe më jemi aty ose 1000 lekë minus. Në kulmin e sezonit. Tani është kulmi i prodhimit. Çmimi duhet i luleshtrydhes në të gjithë sezonit duhet mos të biri nga 2000 lekë kilja, domethënë nga 10000 lekë arka. Që të justifikohet puna që bëjmë neve, sepse ne ky është me risk të madh. Domethënë hes 5 milion, 6 milion për të marrë 2 milion.
Nëse ne tani kemi hedhur 5 apo 4 dhe marrim 3, i bie humbasim 2 milion lekë për 2 lym. E kupton apo jo? Si ai që ka një 2 lym falimenton, si ai që ka 20 prap falimenton. Ky është hall më vetë. Biles kjo është shkaktari kryesor që ne na ka penalizuar edhe në çmim. Te kjo punë dale. Për të pjesën e bios, më fal. Jam me provën fakt. Dakor. Për pjesën e bios unë jam një ndër fermerët që kultivojnë luleshtrydhe bio. Edhe kush do qoftë që do të kryej analiza mund vitet toka ime sepse unë përdor mikroorganizma dhe elementet që nuk përbëjnë fare asnjë lloj pesticidi. Edhe kur kam vajtur tek pikat e grumullimit më kanë thënë që nuk më intereson se çfarë prodhon ti. Nëse unë përdor pesticida aty të intereson, gjëja që neve na penalizon më shumë, domethënë nuk shitet luleshtrydhja, flasë për treg vendi se bota e di shumë mirë se qysh është luleshtrydhja, qysh bëhet, qysh ka kontrolle, ka analiza, ka të gjitha. Për konsumatorin vendas. Kjo është luleshtrydhja. Ja. Tani vetë shkolla, unë sapo është shkolla. Tani. Na rënja kështu deri lart. Kjo është luleshtrydhja. Tani, këtu kemi frut prodhimi që vilet sot. Ky këtu bëhet për 3-4 ditë. Kjo e bardha këtu, 2 sekonda. Ky bëhet për një javë. Ashtu. Ja dhe kesh bio. Po. Kjo këtu është lulja. Tani, të lutem shumë, të vi ministri i bujqësisë këtu. Dhe të më thot mua ose specialisti më i mbaruar i bujqësisë këtu, të më thot mua se ku ja kemi hedhur ne luleshtrydhës këtu hormoni. Te kush kokër? Te kush kokër kemi hedhur ne hormonin këtu? Këtu, se këtu ka të kuqe, ka dhe të bardhë, gati më pjekje, ka dhe roz, ka dhe lule. Kjo është frut që prodhon 9 muaj rresht. Tani, të lutem shumë, ku ja kemi futur ne hormonin? Kemi marr atë gjylperën edhe u kemi futur këtyre të kuqeve. Po di se sa kokra ka një 2 luleshtrydhe apo jo? Ne i bie të ngelim vetëm futur gjylperën këtyre me nder në sumatriçe. E kupton apo jo? Ky është, të lutem shumë edhe një herë, ky është kryesorja. Se të gjithë ata që kanë lek, kanë frikë të hanë luleshtrydhe. O zotrinj, më dëgjoni edhe një herë, ja ku është luleshtrydhja, ja. Tani sa shkula, nga rrenjit deri këtu ja. Ja, kjo është luleshtrydhja. Tani, tu mbushet mendja një herë e mirë. Kjo është, ata që sqarova. Dhe nuk është frut për ata që s'ka lek. Kjo është frut luksi. Kush ka lek, le ta blej. Kush nuk ka, taj fasule. Sepse ka kosto. Kaq kisha, nëse ju gjen gjë nga konsumimi i luleshtrydhes. Mbaju përgjithësi vetëm në burg ose më varni tek mes Tiranës. Fermerët kanë kundërshtuar fuqishëm dhe politikat e pikave të grumullimit, të cilat sipas tyre përvendosin çmimin sipas dëshirës, ndërkohë që ato vetë trajtojnë me çmime dyfish të larta, ndërkohë që kanë hedhur poshtë zërat se luleshtrydhet vendase janë me pesticide. Pikat e grumullimit nuk vendosin çmim fare. Ky është problemi kryesor. Që neve e çojmë, domethënë, mallit e pikë e grumullimit, po pa ditur çmimi. Pyetja më me spesë që mund t'i bësh i fermeria, apo pyetja më çfarë të them mund t'i bësh i fermerit, ta pyesësh sa është çmimi, ai nuk e di. Informacioni është, domethënë, nëse këtu sot ikën për shembull me 5000 lekë, atje për momentin mund t'i iki 9 deri në 12000 lekë. Arka, gjithmonë flasim me arka, mos ngadrohemi me kile. Tani, kjo është. Domethënë ai 2000 lekë, 3000 lekë që do na ngelet ne për ark, ngelet rrugëve. Se këtu lufta prapë bëhet për 2000 lekë për ark. Këtu mund të jenë 5-6 pika grumullimi. Tani, problemi kryesor është që duhet vej luleshtrydhja, mos vej pa çmim, sepse kur vetë luleshtrydhja pa çmim te pika, është një lloj sotivarësh ujkut moçit e kryka. Edhe nga një anë ata për mendimin tim nuk kanë faj. Pse? Në momentin kur ne si kërkojmë çmim në kohën kur e çojmë mallin atje, çfarë do bëj? Nuk do abuzoj ai? Me çmimin? Duhet të ndërgjegjësohemi edhe neve. Duhet gjithë mos të lëshojmë mall pa çmim. Pa çmim. Domethënë, çoja çmimin atje vëlla. 500 lekë, 500 lekë. 5000, 10000, 10000. Përballë kësaj situate, ata kanë apeluar një zëri për gjitha institucionet përgjegjëse që do vinë në ndihmë në këtë situatë vështirë që po i çon drejt falimentimit. Teksa kanë hedhur poshtë produktet e tyre, fermerët kanë kërkuar që institucionet përgjegjëse të kontrollojnë çmimin në dogana. Ore ka shtet apo nuk ka shtet? Ore ka shtet na mbështesi? Vetëm kaq duhet. Ore të na mbështesi vëlla problemet që kemi. Sa një lavdë të vi ministri bujqësisë të shikojë dhe vin ministri. Ore vi edhe ti veri pikën në hallet që kemi neve. Ka që thjesht vëlla. Ka mbështetje apo s'ka mbështetje? Kemi shtet apo s'kemi shtet? Unë vjet në këtë kohë vilja 1200 arka.
për 3 ditë be vjerin. Si vjet 600 tarka. Vjet çmimi ka qenë në këtë kohë ka qenë 8000 lekë dhe si vjet është 5500 lekë. Tani kur vin Belinda Balluku që vetën për pikat, pse s'vinte ne te fermerët? Ne kërkojmë që shteti të futet në Portogala të nxjerrë çmimin real të luleshtrydhës me sa po ikën sot. Unë e parë ne këtë duam na shteti. Se këta po abuzojnë me 5000 lekë me 6000 lekë. Dhe nuk duan ta dinë fare. Ju e keni të bazuar ekonominë familjare Po pikërisht atje ne un kam 4-5 familje tjera që i mbajnë mbrapa për të shirë. 2 familje janë vet. Po iku kjo këtu ka marr çdo gjë ka marr fund. Nëse do të vazhdoj kjo situatë? Kam informacion që disa persona që merren me luleshtrydhen ja paguan në 9 dorë nga persona të veçanta apo dhe nga segmentet të qeverisë apo deputet. Zëra ka plot. Fliten, edhe ne kemi dëgjuar si thua ti. Por në momentin kur se kemi me fakte me prova, se atje në gjyq kur vete pas patë fakte prova, lafosa duhesh ti. Prova dhe fakte janë ato që gjykojnë, flit. Mi dakord, edhe ne kemi informacione të tilla. Zëra janë ato. Kur ka zëthe, s'është pa gjë. Ata kanë pohuar gjithashtu se nëse nuk do të merret asnjë masë konkrete, do të vijojnë për shkallëzimin e protestave. Në të tjera zhvillime do ndalemi bashkë në kantierin Lungomare 3 Vlorë Orikum, po vijon puna me ritme të larta për këtë investim strategjik që zgjeron hapësirën e turizmit cilësor të Vlorës. Kryeministri Rama ka ndarë në rrjetet sociale pamje nga punimet që po kryen në atë që ai e quajti kantierin e transformimit të Haksit të Radhimës. Në kantierin Lungomare 3 Vlorë Orikum, një prej projekteve më të rëndësishme në qytetin bregdetar, puna po vijon me ritme të larta për këtë investim strategjik që zgjeron hapësirën e turizmit cilësor të Vlorës. Kryeministri Edi Rama ndau këtë të hënë në rrjetet sociale, pamje nga punimet që po kryen në kantierin e transformimit sipas tij të Haksit të Radhimës, ku shtrihet projekti Lungomare 3 e që po shkon drejt përfundimit. Bypassi Orikum Lungomare 3 shtrihet mbi kodrat e rrugës Vlorë Orikum e do të mundësojë edhe frymarrje krejtëre për Vlorën. Ky investim strategjik zgjeron hapësirën e turizmit cilësor të Vlorës dhe krijon kushtet optimale për vijimin e Lungomare 4 në zonën e Orikumit, duke e bërë Vlorën qytetin bregdetar me shëtitoren më të gjatë në mesdhe. Lungomare 3 do t'i shërbejë jo vetëm banorëve të zonës, por edhe të gjithë turistëve vendase të huaj që frekuentojnë Rivierën shqiptare. I çelur 10 vite më parë, Muzeu Kadare vijon të jetë një nga ato destinacionet e vizituara nga turistët e Gjirokastrës. Sipas koordinatores Befjola Braho, vitin e kaluar muzeu vizitua nga rreth 10.000 turist, kryesisht të huaj, dhe kjo jo vetëm për atë që ofron nga jeta e kolosit të letrave shqipe, por dhe stilin arkitekturor të ndërtimit. I çelur 10 vite më parë, Muzeu Kadare është një nga destinacionet më të vizituara nga turistët në Gjirokastër, i ndodhur pikërisht në ambientet e banesës ku lindi, u rrit dhe hodhi hapat e parë drejt krijimtarisë kolosi i letrave shqipe Ismail Kadare. Ky muze për vitin që lan pas u vizitua nga rreth 10.000 turistë, kryesisht të huaj. Koordinatorja Befjola Braho shprehet se pritshmëritë sa i takon statistikave për këtë vit të jenë më të larta, ndërsa Agjencia e Trashëgimisë Kulturore po bashkëpunon edhe me operatorët turistik me qëllim promovimin e këtij muzeu që është unikal në vendin tonë. Jo vetëm për atë që ofron, por edhe për stilin e ndërtimit të banesës, e cila u restaurua disa vite më parë. Shtëpia Kadare nuk është thjesht një muze, por një hapësirë ku vizitorët kanë mundësi të ndjejnë atmosferën që ka formuar një nga krijimtarët më të mëdhenj shqiptar. Vizitorët e pëlqejnë shumë sepse nuk shohin vetëm objektet, por përjetojnë një histori dhe lidhen emocionalisht me vendin e imagjinojnë fëmijërinë ku Kadarea kaloi pjesën më të madhe të fëmijërisë së tij dhe kuptoi më mirë frymëzimin që qëndron pas veprave të tij. Gjithashtu, muzeu luan një rol të rëndësishëm në promovimin e trashëgimisë kulturore dhe letrare shqiptare, duke tërhequr vizitorë nga vende të ndryshme të botës. Por, më shumë prej tyre, kjo shtëpi është një ndalesë e domosdoshme për të kuptuar më thellë jo vetëm Kadaren, por edhe shpirtin e qytetit të Gjirokastrës.
Statistikat tregojnë se numri vjen duke u rritur, nëse do të bënim një analizë në vitin e kaluar, ka vizitorë të cilët vijnë nga gjithë Evropa dhe nga gjithë bota, dhe kjo është një krenari për një pasi kur takojmë vizitorë të cilët e njohin shumë mirë Kadaren dhe kanë lexuar dhe veprat e tij, veçanërisht romanin e tij Kronik në gur, ata kanë dëshirë të shikojnë edhe nga afër shtëpinë e cila shkrihet pothuajse si në faqet e librit që vizitorët kanë kaluar. Ky interes në rritje tregon se figura dhe vepra e Ismail Kadares vazhdojnë të tërheqin vëmendjen të vizitorëve vendas dhe të huaj çdo vit. Ne kemi folur me agjenci të ndryshme turistike të cilat na kanë premtuar që me çeljen e sezonit do të vinë të vizitojnë muzeun dhe shpresojmë që të kemi një rritje më të madhe këtë vit krahasuar me vitet në vijim. Vizita në këtë muze të njeh me veprat letrare të shkrimtarit Gjirokastrit, fotografi të ndryshme nga jeta, si dhe mbishkrime të Kadares, ndërsa audioguida që ofrohet në disa gjuhë të huaja krijon lehtësi për çdo vizitor, ku diferencën e bëjnë shtetasit francez, të cilët janë të njohur me krijimtarinë e Ismail Kadares për vitet që ai jetoi e punoi pikërisht aty. Këshilli Kombëtar i Trashëgimisë Kulturore Materiale shpalli qytetin e Delvinës pasuri kulturore të paluajtshme në kategorinë ansambël arkitektonik urban. Sipas Ministrit të Turizmit, Kulturës dhe Sportit Blendi Gonçja, kjo shpallje synon mbrojtjen, ruajtjen, konservimin dhe promovimin e trashëgimisë kulturore. Këshilli Kombëtar i Trashëgimisë Kulturore Materiale shpalli qytetin e Delvinës pasuri kulturore të paluajtshme në kategorinë ansambël arkitektonik urban. Ministri i Turizmit, Kulturës dhe Sportit Blendi Gonçja ndau lajmin përmes një postimi në rrjetet sociale, ku theksoi se shpallja ansambël arkitektonik urban vlerëson rëndësinë e veçantë historike, arkitektonike dhe urbanistike të këtij qyteti, duke synuar mbrojtjen, ruajtjen, konservimin dhe promovimin e trashëgimisë kulturore. Nëpërmjet këtij statusi synohet jo vetëm ruajtja e identitetit historik dhe kulturor të qytetit, por edhe nxitja e zhvillimit të turizmit kulturor, promovimi i ndërhyrjeve restauruese edhe rritja e ndërgjegjësimit publik për rëndësinë e trashëgimisë kulturore si një aset i çmuar kombëtar, tha ministri Gonçja. Do të ndalemi te zhvillimet e rendit ku policia në këto 24 orë për vepra të ndryshme penale ka vënë pranë nga një shtetas dhe referuar materialet në prokurori për 3 të tjerë. Specialistët e seksionit për hetimin e krimeve të Komisariatit të Policisë së Vlorë kanë arrestuar në flagrancë një 43 vjeçar, si dhe kanë referuar materialet në prokurori, ku ka nisur procedimi penal për një 18 vjeçar, babe bir banues në Vlorë, pasi dyshohet se kanë ushtruar dhunë fizike ndaj familjares së tyre. Gjithashtu këta specialistë referuan materialet në prokurori ku nisi procedimi penal për një 42 vjeçare banuese në Vlorë, pasi dyshohet se me automjetin që drejtonte ka dëmtuar tabelën e reklamës së një subjekti privat në lagjen 24 maj dhe më pas është larguar. Specialistët e sektorit të trafikut urban dhe interurban të Komisariatit të Policisë Sarand kanë referuar materialet në prokurori ku ka nisur procedimi penal për një 51 vjeçare banuese në Sarand, pasi është konstatuar duke drejtuar automjetin pa leje drejtimi. Specialistët e stacionit të policisë Orikum kanë referuar materialet në prokurori për vlerësim. Pasi më datë, 29 mars 2026, ka rënë zjarr në banesën e një shtetasi. Dyshohet për shkak të një shkëndije elektrike. Nga zjarri janë shkaktuar dëme materiale. Specialistët e seksionit për hetimin e krimeve të Komisariatit të Policisë Sarand referuan materialet në prokurori, pasi më datën 29 mars 2026 në lagjen 3 është gjetur pa shenja jete një shtetas 52 vjeçar, banues në këtë lagje. Nga veprimet e para timore dyshohet se ai ka humbur jetën për shkaqe natyrale. Materialet procedurale ju referuan prokurorive kompetente për veprime të mëtejshme. Qeveria australiane ka vendosur të përgjysmojë taksën e karburantit për një periudhë 3 mujore në përpjekje për të mbështetur drejtuesit e automjeteve që po përballen me rritje të ndjeshme të çmimeve. Lajmi u bë me dije nga kryeministri Anthony Albanese. Qeveria australiane ka vendosur të përgjysmojë taksën e karburantit për një periudhë 3 mujore në përpjekje për të mbështetur drejtuesit e automjeteve që po përballen çdo ditë me rritje të ndjeshme të çmimeve. Lajmi u bë i ditur nga kryeministri Anthony Albanese.
Aktualisht taksa është 52 cent për litër, por do të reduktohet përkohësisht në gjysmën e saj. Masa pritet i kushtoj buxhetit të shtetit të rreth 1.75 miliard dollar australian. Po ulim koston e karburanteve sot, sepse e kuptojmë që australianët janë nën presion të madh, deklaroi Albanese duke theksuar nevojën për ndërhyrje të menjëhershme. Rritja e çmimeve është bërë tashmë e dukshme. Në New South Wales, çmimi mesatar i benzinës u rrit nga 1.82 në 2.48 dollar australian për litër brenda pak javësh, ndërsa nafta arriti deri në 3 dollar për litër. Shtetet si Victoria dhe Tasmania kanë njoftuar transport publik falas, ndërsa autoritetet u bëjnë thirrje qytetarëve të kufizojnë përdorimin e makinave për të kursyer furnizimet. Kryeministri thekson se ulja e konsumit në qytet do të ndihmojë që më shumë karburant të dërgohet në zonat rurale, të cilat po përballen me presion më të madh. Qeveria federale ka paraqitur gjithashtu një projekt ligj që lejon garantimin e blerjeve të mëdha të karburanteve me qëllim forcimin e furnizimit në tregun vendas. Sipas të dhënave të fundit, rezervat e Australisë mbulojnë rreth 39 ditë për benzinën dhe 30 ditë për naftën, nivele që konsiderohen të kufizuara në periudha pasigurie të lartë. Ju përshëndes për vëmendjen. Faleminderit. Mirupafshim.